Po a ju ka rënë në sy që çmimet janë më të shtrenjta? Në disa ilaçe. Nuk e kam vënë re, sepse mbase nuk kam pasur nevojë për ilaç. Në një realitet ku të moshuarit numërojnë me kujdes çvoqin darkë për të siguruar ilaçet dhe ku familjet e zakonshme futen në borxhe për të përballuar një trajtim apo ndërhyrje jetike, pritet që drejtuesi i shëndetësisë të paktën të tregojnë ndjeshmëri ndaj kësaj situate. Megjithatë, deklarata e fundit në studion e Blendi Fevziut shkaktoi reagime të forta. Pyetje së drejt për drejt nëse i kishte rënë në sy shtrenjtimi i ilaçeve, Ministria e Shëndetësisë ju përgjigj: "Nuk e kam vënë re sepse nuk kam pasur nevojë për ilaçe." Një fjali e tillë u perceptua si dëshmi e distancës mes realitetit të qytetarëve dhe jetës së përfaqësuesve të qeverisë. Kjo qasje ngre pikpyetje mbi mënyrën si perceptohen problemet e përditshme. Nëse një drejtues nuk përballet personalisht me një vështirësi, a do të thotë kjo se ajo nuk ekziston? Ministria e Shëndetësisë ka për detyrë të monitorojë kostot e trajtimeve, të garantojë rimbursimet dhe të mbrojë qytetarët nga çmimet e pajustifikuara. Të mos jesh në dijeni të situatës së tregut farmaceutik sugjeron një shkëputje nga realiteti që përjetojnë mijëra familje. Në Shqipëri, çmimet e medikamenteve shpesh rezultojnë më të larta se në disa vende të rajonit, madje edhe krahasuar me shtetet të Bashkimit Evropian, ku niveli i pagave është shumëfish më i lartë. Për shumë qytetar, zgjedhja mes ushqimit dhe ilaceve është një dilemë reale dhe e përditshme. Deklarata e ministres nuk u interpretua thjesht si mungesë informacioni, por si shenjë një distance emocionale ndaj shqetësimeve publike. Në një kohë kur sistemi shëndetësor përballet me shumë sfida, kërkohet më shumë vëmendje, ndjeshmëri dhe angazhim konkret për të adresuar problemet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve.